Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari VMRO DPMNES dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istria Mickovski refuzon të përgjigjet ftesës së opozitës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ai pretendon se BDI nuk ka kapacitet për luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Në konferencën e 34 të forcave rinore të partisë, Mickovski deklaroi se kjo qeveri nuk ka vend për këtë BDI, kështu siç është për BDI-n e cila është jo e reformuar, BDI-n e cila kishte mundësi 23 vite të tregojë dhe të dëshmojë me çfarë kapaciteti disponon. Zgjedhjet e ardhshme në vend pritet të mbahen në muajin tetor, në të cilat do të zgjidhen krerët e ardhshëm të komunave. Megjithatë, bashkë me to, opozita kërkon që të mbahen dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian Blerim Bexheti është përgjigjur deklaratave të kryeministrit Istria Mickovski. Ai tha se kërkesa e BDI-s për zgjedhjet parakohshme parlamentare është paradë përpara votuesve dhe mbështetësve. Bexheti tha se BDI e ka seriozisht kërkesën që zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbahen bashkë me ato vendore në muajin tetor. Problemi i tij vërtet është frika se nuk mund të përsërisë rezultatin e vitit kaluar, shkruan mes të tjerash Blerim Bexheti. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, falenderoi presidentin francez për ftesën, ndërsa thotë se në takimet me liderët botror diskutuan për nevojën e arritjes së paqes me natyrën. Së bashku me numër të madh liderësh botror, përfshirë dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, diskutuan për nevojën e arritjes së paqes me natyrën si një nga parakushtet kryesore për mirëqenien e njerëzimit, shkruan mes të tjerash kryetaria e shtetit e Maqedonisë së Veriut, Siljanovska-Davkova. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për të 29-ën herë dështoi konstituimi i Kuvendit Kosovës, sërish deputetët nuk patën quorum për të formuar komisionin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ndonse në sallë ishin të pranishëm 102 deputetë, 53 prej tyre votuan pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Në kushtet e mungesës së quorumit, seanca e radhës u caktua për të mërkurën në orën 11. Opozita në Kosovë vijon të adresojë dështimin e konstituimit të Kuvendit tek shumica në pushtet. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, tha se kjo qeveri nuk ka siguruar shumicën e thjeshtë për kalimin e kryeparlamentarit, duke bërë kështu të vështirë funksionimin e institucioneve. Ne nuk po shohim ndonjë zgjedhje, nuk po shohim që ka angazhim të kësaj qeverie për zgjedhjen e këtij gërçi politik që është formuar, nuk ka interes sepse sot në soll ishte kryeministri në natyrë, ishin ministra, do të thonë para dite janë deputet, pas dite janë kryeministra, janë ministra, janë zabens kryeministra të cilët e kanë uzurpuar edhe institucionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, po ashtu e kanë uzurpuar edhe Kuvendin e Kosovës, duke mos tentuar dhe duke mos i siguruar shumicën e thjeshtë për kalimin e kryeparlamentarës së propozuar nga kjo qeveri. Ishte Time Kadriaj. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, reagoi pas dështimit të seancës së Kuvendit të Kosovës, duke theksuar se 4 muaj pas zgjedhjeve vendi vazhdon të jetë pa parlament funksional dhe pa institucione që adresojnë sfidat e qytetarëve. Ajo akuzoi lëvizjen vetvendosje për barikadim kokfort dhe përpjekje për të imponuar vullnetin e saj në mungesë të shumicës, duke zëvendësuar arsyeën me inatin. Diktati nuk është dhe nuk mund të jetë instrumenti i ligjshëm i qeverisjes demokratike. Kjo mënyrë të menduarit dhe të vepruarit duhet të marrë fund dhe njëherë bëjmë thirrje lëvizjes vendosje që të reflektojë. E drejta për të zgjedhur dhe për të pasur institucione funksionale nuk është privilegj i dhuruar, por është e drejtë e fituar me mund, djersh dhe sakrificë, apelon Vlora Çitaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.